Zonja Jonida, përshëndetje. Përshëndetje. Bllokimi i akseve rrugore që lidhin Juglindjen me pjesën tjetër të vendit, por reflektohet drejt për drejt në ekonomi, duke prekur bizneset dhe operatorët turistik. Sa ka ndikuar bllokimi i rrugëve në Juglindje në biznesin tuaj? Po, rezervimet për këtë fundjavë janë anulluar të gjitha dhe nuk ka ndonjë shenjë për rezervim të ri. Nuk e di si do shkoj, po pak e vështirë. Konkretisht, sa përqind të rezervimeve keni anulluar? Të gjitha rezervimet për këtë fundjavë, të gjitha janë anulluar. Si ka ndikuar ky kaos në lëvizjen tuaj të përditshme? Nuk është problemi tek lëvizja jonë e përditshme, se okej, ne deri në Korçë shkojmë, deri në Përmet, kryesisht kur kemi punë në përzyra vim në Tiranë e lëvizim më tutje, por dëmi më i madh që është bërë në biznes, sepse situata e dimrit është pak e vështirë për gjitha bizneset që operojnë si puna jonë, larg qendrave të mëdhaja, dhe ne presim fundjavën për pasur ndo pak punë për mbijetuar, dhe kur ka anullime në fundjavë bëhet e papërballueshme. Ky është problemi më i madh që po hasim. Diçka tjetër që kam vënë re është që është rritur çmimi i produkteve që ne blejmë, duke qenë që edhe transporti ka ndikuar, i bjen më gjatë, kështu që është e vështirë. Nëse bllokimi dhe shëmbjaksit juglindor do të vijojë për një kohë më të gjatë, keni menduar një plan B se si do të mbijetoni këtë sezon turistik? Për shembull, do ta reduktoni stafin e shërbimit apo po mendoni një strategji tjetër? Jo, unë mendoj që kjo të zgjidhet sa më shpejt, sepse do ishte falimentim për ne nëse vazhdonte shumë gjatë, nëse ndikonte në sezonin turistik. Aksesi i rrugëve është shumë i rëndësishëm për sezonin turistik, dhe nëse ai aks mbetet i bllokuar, do ishte falimentim për gjithë bizneset që operojnë në këto zona. Nuk e imagjinoj dot. Ne tani po përpiqemi të shtojmë staf, të përgatitemi për sezonin, nuk mund të kemi një plan B, të çdo gjë është më e vështirë, dhe gjetja e stafit është bërë çdo vite më e vështirë. Tani unë të jem duke menduar të mos ta marr atë staf ose ta gjej momentin e fundit, nuk bëhet kjo. Ne po përgatitemi që rruga të jetë e hapur, dhe do ishte të merr nëse vazhdonte për shumë gjatë. Për sa i përket rezervimeve, cila është përgjigjja që ju jepni klientëve apo si është reagimi i tyre? Jo, ne nuk është se ju japim një përgjigje, ne thjesht t'i themi na vjen keq që ndodhi kjo situatë, e mirë kuptojmë dhe pranojmë anullimin e tyre, nuk kemi se çfarë të bëjmë, nuk kemi çfarë t'i themi. A ka ndonjë rrugë tjetër alternative që mund të vinë turistët në agroturizmin tuaj? Po, është shumë e vështirë. Ditën që ndodhi shëmbja, unë kisha rezervime dhe personat që kishin rezervuar ishin për të ardhur në orën 7 dhe arritën këtu në orën 11. Kështu që lajmi përhapet që pjesa tjetër është goxha e vështirë, jo shumë e aksesueshme, i bie shumë gjatë, rrit koston për turistat. Është e vështirë, nuk e di si do shkoj, por që turistat tanë nuk është se e kanë marrë përsipër, nuk e quajnë si një aventurë tjetër, edhe okej, rezervimet po vazhdojnë. Me shëmbjen e rrugës u ndopren totalisht rezervimet, edhe nëse ka një rrugë tjetër, ata nuk po e marrin përsipër, nuk po e pranojnë. Për momentin nuk ndodhet asnjë klient në biznesin tuaj? Jo, për momentin askush. Cila është thirrja juaj? Po, kjo është diçka emergjente që duhet të jepet zgjidhje shumë shpejt, se është një pjesë shumë e madhe e vendit që është izoluar, dhe është një pjesë që mbijeton me turizmin, dhe vetë qeveria i ka mëshuar shumë herë turizmit. Investoni, por tani ata duhet të përgjigjen. Është e pa kuptim që çdo gjë që ndodh jo për fajin ton, ne lihemi në harres. Ne lihemi sikur s'kemi vlerë.
pa një dëm shpërblim. Askush nuk merret me ne, askush nuk vjen dhe thot "A patë dëme nga kjo situatë?" Edhe kjo nuk ndodh vetëm për rrugën, do dhe për energjinë elektrike, për çdo gjë. Dhe momentin që jam për të paguar taksat, ne duhet përgjigjemi, po momentin që qeveria duhet na japi një përgjigje, askush nuk na jep një përgjigje. Askush nuk na informon dhe askush nuk na pyet kemi pasur dëm nga kjo gjë. Dhe në rast se ne duam ta bëjmë Shqipërinë turistike, kështu nuk shkon. Sa staf keni dhe tani në këtë periudhë që nuk ka klient, çfarë ka ndodhur me stafin tuaj? Keni dërguar në shtëpi apo vazhdojnë që qëndrojnë aty? Jo, stafi jonë banon në fermë bashkë me ne dhe mundohemi të sajojmë ndonjë punë, të bëjmë ndonjë lyrje, ndonjë gjë që të plotësojmë ditën, po nuk është se ka të ardhurat. Dhe kjo e bë biznesin jashtëzakonisht shumë në vështirësi, sepse bizneset si puna jon nuk mbijetojnë dot me turizmin që vjen për dimrin. Gjithmonë duhet ato të ardhurat që ka mbledhur nga vera ti shpenzojnë për dimrin. Edhe me këto situata bëhet akoma dhe më keq. Përgjithsisht, klientët janë nga kryeqyteti apo nga zonat përreth? Nga kryeqyteti, nga Durrësi, nga Elbasani, këto qytetet e mëdha janë kryesisht. Para 3 muajsh juve ju dogjën banesat prej druri. Madje është hapur edhe një GoFund për t'ju ndihmuar. Çfarë ndodhi në këto muaj dhe arritët të rindërtoni shtëpitë me dërasa? U doq një banesë dhe disa magazina. GoFundi u hap për mbijetesën e punonjësve, miq dhe dashamirës tanë na ndihmuan jashtëzakonisht shumë, u përgjigjën që momentet e para. Deri tani e kemi arritur me sukses të paguajmë pagat e punëtorëve dhe mos kemi detyrime ndaj tyre, edhe bagtit kanë qenë mirë me bazën ushqimore. Me shtëpinë ajo mbetet për të parë gjatë verës se çfarë do bëhet, do ndërtohet, po gjithsesi këtu kemi ecur me sukses, dhe jemi të lumtur që po vinte pranvera, domethënë që do fillonte edhe pak lëvizja, edhe kjo gjë kjo shumbja e rrugës na ka gjetur pa përgatitur dhe na ka vënë shumë në vështirësi. Por gjithsesi dhe GoFundi për ne është një farë borxhi ndaj atyre njerëzve që na ndihmuan dhe nuk e quajmë që okay, nuk u kemi asgjë për të kthyer. Kështu që nuk e di se si do vej kjo situatë. Unë nuk isha përgatitur për pyetjen që ju bët nëse kjo do vazhdonte edhe gjatë sezonit turistik, dhe tani që po e mendoj është shumë e frikshme. A mendoni se kjo emergjencë në lidhje me rrugët do të arritë të rregullohet sa më shpejt dhe ndërkohë që rruga do jetë duke u rregulluar, çfarë do të bëni ndërkohë? Kjo duhet jetë primare për qeverinë tashmë. Është një zonë shumë e madhe e izoluar, është një zonë që po përballet me vështirësi shumë të mëdha për kësaj rruge. Kështu që ata duhet ta kenë primare që ne të kthehemi në normalitet edhe të bëjmë atë punë që bëjmë gjithmonë. Ne nuk po i themi që ata të na gjejnë klientët, por ata klientë që ne mundohemi t'i joshim e t'i sjellim në bizneset tona, nuk po vinë dot, jo për shkakun ton. Dhe nuk e di si do t'i shkoj. A ka pasur nga ata pjesëtar të stafit që kanë dashur të largohen duke parë situatën? Po, ato ditë që ata kanë pushim, po mundohen t'i marrin të gjitha bashkë, domethënë ditët mujore, t'i bëjnë bashkë të rikthehen pas disa ditësh. Po gjejmë nuk është pjesa e stafit, është pjesa monetare shumë e madhe që është problem tani. Dhe kjo pjesa, këtë zgjidhim, mundohemi të bëjmë ndonjë punë që ndoshta do e bënim pak më vonë, duke qenë dhe koha është e mirë, se qelloj që dhe koha është e mirë dhe normalisht nëse lëvizja do ishte pa probleme, këtu do kishte turiste sot. Të duket pranverë. Shumë faleminderit për kohën dhe intervistën, dhe nëse keni ndonjë thirrje të fundit për gjithë njerëzit që po na dëgjojnë, kryesisht klientët tuaj. Merreni me sportivitet, quheni si një aventurë të re, i bini pak më gjatë dhe mos i shtyni pushimet tuaja.
me të qeshur po u them po që të na vizitojnë.